Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, duhet ta dëgjoni këtë lajm urgjent, që në moshën 40 vjeçare ka raste dhe më përpara ndodh të na ndjek kudo pa u larguar për asnjë moment. Pikërisht atëherë zëfill tundimi nga ushqimet e preferuara, por që shumë shpejt kthehen në fruta të ndaluara. Arsyeja është kolesterina. Tashmë të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se kolesteroli i lartë apo thjesht kolesteroli nënkupton një dietë tepër të kujdesshme për të mbrojtur funksionin e zemrës dhe enëve të gjakut. Prandaj sot ne po ju stillim një recetë të thjeshtë dhe natyrale se si të luftoni kolesterolin e lartë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë xhenxhefil pluhur, një thelpi hudhër, një lugë gjelle uthull molle, një lugë gjelle mjaltë dhe një lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: në një mikser shtoni të gjithë përbërësit me radhë dhe përzieni derisa të jenë grirë të gjithë përbërësit. Kullojeni lëngun dhe futeni në një shishe qelçi dhe mbajeni atë në frigorifer për një periudhë 7 ditore. Konsumoni një lugë gjelle nga ky lëng në mëngjes dhe në darkë. Tensioni i lartë do të ulet dhe nivelet e kolesterolit do të stabilizohen. Analizat mjekësore ju kanë treguar kolesterol të lartë. Nëse po, atëherë gjëja e parë që duhet të bëni është që të ndryshoni mënyrën e ushqyerjes dhe stilin e jetesës për të ulur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Dietat e sotme përmbajnë një sasi të madhe të karbohidrateve të rafinuara dhe yndyrave të ngopura, gjë që çon në rritjen e niveleve të kolesterolit të keq në gjak dhe uljen e kolesterolit të mirë. Ky mosbalancim rrit rrezikun për vdekje në tru ose atak në zemër. Nga ana tjetër, prandaj është e rëndësishme që ju të ndiqni një dietë tërësisht të shëndetshme dhe gjithashtu të bëni aktivitet fizik. Nëse po kërkoni për një kurë natyrale për uljen e kolesterolit në gjak, kjo recetë mundet që t'ju vinë në ndihmë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane, një portokall, gjysmë lugë çaj pluhur kanellë dhe gjysmë kupe qumër soje. Përgatitja: i hidhni të gjithë përbërësit në një shtrydhse, i shtrydhni mirë derisa të formohet një masë homogjene dhe e hidhni lëngun e përftuar në një gotë dhe është gati për të konsumuar. Pini një gotë me këtë lëng të shëndetshëm çdo mëngjes me stomakun bosh për të ulur nivelet e kolesterolit në organizëm. Përfitimet shëndetësore: banania përmban shumë antioksidues, vitamina dhe kalium që ndihmojnë në detoksifikimin e rrugëve të gjakut dhe nga ana tjetër kjo ndihmon në eliminimin e pllakës bakteriale e cila formohet në muret e arterieve. Portokalli përmban gjithashtu shumë vitaminë C që ndihmon edhe në uljen e kolesterolit të lartë në gjak. Duke kombinuar edhe me banane bëhet edhe më efikase. Qumshti i sojës është i pasur me proteina dhe ka shumë pak përmbajtje të yndyrës krahasuar me qumshtin e zakonshëm, kështu që e ushqen trupin pa shtuar kalori ekstra dhe kanella përdoret për t'i dhënë sa më shumë shije. Në qoftë se ju jeni një nga njerëzit e shumt që nivelet e kolesterolit të mirë dhe të atij të keq nuk i kanë nivelet e duhura, njihuni këtu me 7 lloje ushqimesh të cilat munden t'ju ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kolesterolit. Kumbullat e thata: konsumi i kumbullave të thata mundet të ushqejë trupin tuaj me shumë lëndë ushqyese të rëndësishme për shëndetin e zemrës, pasi ju falin antioksidant, fibra, kalium dhe magnez. Hulumtimet kanë treguar se te gratë pas menopauzës konsumi i 5 deri në 6 kumbulla të thata çdo ditë për 6 muaj mundet që të ofrojë rezultate pozitive për shëndetin kardiovaskular, duke përfshirë edhe rritjen e kolesterolit të mirë. Gjithashtu, konsumi i kumbullave të thata mundet që të luajë një rol pozitiv në rregullimin e mikroflorës të zorrëve
dhe do të mundet që të ulë edhe nivelet e kolesterolit të keq. Tërshëra. Nëse po përpiqeni të ulni kolesterolin, konsumi i tërshërës fal fibrave unike beta-glukane mundet të ndihmojë në balancimin e niveleve të kolesterolit në gjak. Patatet. Kjo perime me nisështe është po aq e shijshme sa edhe e mirë për ju. Së bashku me karbohidratet që ofrojnë patatet, çdo racion ushqen trupin tuaj me fibra të tretshme. Një lëndë ushqyese e cila mundet të zvogëlojë përthithjen e kolesterolit në qarkullimin e gjakut, edhe pse të gjitha patatet mund të përfshihen në një regjim ushqimor për uljen e kolesterolit, patatet e purpurta mund të ofrojnë një përfitim shtesë për uljen e kolesterolit fal polifenoleve antokianin që ato përmbajnë. Këshillohet që t'i konsumoni ato të pjekura apo të ziera, në vend të përgatitjeve që përfshin skuqe. Moll. Mundet të ketë disa të vërteta në thënien e vjetër që një moll në ditë e mban mjekun tuaj larg, por kjo është më e pakta që ato mund të bëjnë, sidomos kur bëhet fjalë për të ulur edhe kolesterolin. Mollët janë gjithashtu një burim natyror i polifenoleve dhe gjithashtu i fibrave të ndryshme dhe faktorë të cilët mbështesin natyrshëm shëndetin e zemrës. Nga ana tjetër, ato janë pa natrium dhe pa yndyrra të ngopura dhe ofrojnë një shije të ëmbël dhe pa sheqer të shtuar. Ndër lëndët ushqyese, të cilat gjenden në moll dhe një nga yjet e shëndetit të zemrës është pektina, një lloj fibre e cila gjendet në lëkurën e mollës dhe që nga ana tjetër ndihmon edhe në parandalimin e absorbimit të kalciumit në qarkullimin e gjakut. Fasulet. Fasulet jo vetëm që ofrojnë karbohidrate të cilat ju japin energji, por gjithashtu ato ofrojnë edhe fibra dhe proteinë me bazë bimore, antioksidant dhe një sër lëndësh ushqyese të cilat mbështesin shëndetin e zemrës. Frutat e pyllit. Këto fruta gjithashtu nga ana tjetër janë të mbushura me fibra, vitamina, antioksidantë dhe lëndë ushqyese, duke i bërë ato një nga ushqimet më të mira për sa i përket shëndetit të përgjithshëm. Gjithashtu, përfshirja e këtyre frutave në regjimin tuaj ushqimor mundet që të jetë një ndihmë jashtëzakonisht e madhe edhe në balancimin e niveleve të kolesterolit. Lëng portokalli 100% natyral. Zgjidhjet e pijeve kanë shumë rëndësi dhe janë po të rëndësishme sa për zgjedhja e ushqimit kur ju synoni që të arrini nivelet e duhura të kolesterolit. Nëse dëshironi të pini diçka tjetër përveç ujit, një gotë me lëng portokalli 100% natyral është zgjidhja e duhur që juve do t'ju duhet. Për këtë, ju duhet që të konsumoni një gotë me lëng portokalli në ditë. Sigurisht që ushqimi dhe mënyra e jetesës luajnë një rol të rëndësishëm, si në parandalimin, ashtu edhe në mënyrën e jetesës dhe nga ana tjetër në trajtimin e kolesterolit të lartë. E gjitha çfarë ju duhet është edhe trajtimi mjekësor, i cili është po aq i nevojshëm. Punoni ngushtë edhe me mjekun tuaj për të krijuar një plan mjekësor i cili do të jetë më i miri për ju. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!